Financial Times, Gjermania dhe Franca po shërtojnë antarësim simbolik në BE për Ukrainën. Franca dhe Gjermania po shërtojnë propozime për t'i dhënë Ukrainës përfitime simbolike në procesin e pranimit në BE, pa i dhënë Kievit qasje në buxhetin e përbashkët Bashkimit Evropian dhe të drejta vote para antarësimit të plot, shkruan Financial Times. Financial Times thë se Parisi dhe Berlini kanë hedhur poshtë propozimet e Komisionit Evropian për të hequr procesin e ngadaltë dhe burokratik pranimit për t'i dhënë Kievit përfitime të shpejta nga antarësimi. Gjermania po propozon një status antarësie të asociuar sipas së cilit Ukraina do merrte pjesë në takimet e ministrave dhe udhëheqësve, por nuk do kishte të drejtë vote as qasje automatike në buxhetin e përbashkët të BE-s. Disfata e fundit zgjedhore, kryeministri hungarez Viktor Orban, i cili vuri veton ndaj fillimit bisedimeve të antarësimit për Ukrainën, ngriti disa shpresa për një përparim në këtë çështje, megjithatë shumica e antarëve të BE-s kanë thënë se dhënia një rrugë të shpejtë për antarësim për Ukrainën dhe kandidatët e tjerë do përmbyste ekuilibrin politik në BE dhe do dëmtonte vlerën e antarësimit.